Mirë po me kusht që kur të miratohet kushtetuta diku në qershor të vitit 2008, na me dalë prej atij koalicioni. Domethënë për shkak të vlerës të madhe historike dhe që u dashke patjetër është dashur me qenë këto dy subjekte bashkë, hynëm bashkë, po me kusht që diku në gjatë vitit 2008 me dalë prej atij koalicioni. Po na vazhdojmë për fat keq, unë po mendoj, ose të mirë, nuk e di, dikush të thotë të mirë, dikush të keq, po ideja jam edhe kur e kam marrë detyrën në shefit ekzekutiv, ka qenë na jemi në koalicion me PDK-n, shpallet pavarësia që u shpall, kryen ato proceset, miratohet kushtetuta, se edhe sot kemi problem me kushtetutën, se duhen edhe të vota edhe me dhanë farfrymen e spektrit të përgjithshëm politik, që ju dha, edhe për njëherë na me dalë prej koalicion. Në atë kohë, më kujtohet e pa të mboni sondazh, fitojshëm, edhe ka fitoj ke 44%, po ta kishte bo këtë veprim. Pse nuk o bo, nuk e di, është sot teme e këtij emisioni, se është një proces i gjanë, edhe të pas edhe raporte dhe afërsi në kuptimin e profilit të qendrës së djathtë edhe me Ramushin edhe me AK në asaj kohë, atëherë unë edhe pak u bëna nervoz, edhe nuk më pëlqej kjo vazhdimësia, sepse u krijoi një pol. Dy subjektet më të mëdha i bike me udhëheq Kosovën. Neve na duhet ky far rivaliteti politik, jo në atë ashpërsinë që e folëm, por na u dashke edhe i kisha frikën që subjekti jonë politik, atëherë LDK, nuk do të mundet me marrë veten për shumë kohë. Atëherë gjeta mundësinë edhe bisedu me Ramushin edhe kalova në AK. Po asesi prej frymës të qendrës së djathtë. Prej djathta Ramushi i ka taku diku në LPK-s, po komplet familja ti. Edhe ai shpirti i tij i Ramushit është i djathtë.